Para disa muajve, Lidhja Demokratike kishte propozuar Qeverinë e Unitetit për ta kaluar krizën, por tani nuk e përkrah Qeverinë kalimtare që vetvendosje synon me Glauk Konjufsen. Zgjedhjet e reja sipas kryetarit Lumir Abdixhiku janë e vetmja zgjidhje për situatën aktuale. Ky është mesazhi që përcolli Abdixhiku në një konferencë ku tha se nga presidentja Osmani ka pritur që të mos e mandatoj Konjufsen, por një datë për zgjedhjet. Kur s'ka shumicë, vendi duhet t'i kthehet sovranit, pra qytetarit. Dhe kjo është thelbi i demokracisë. Demokracia është shumë e thjeshtë. Ajo çfarë sot na propozohet, më shumë se demokracisë i ngjan monarkisë. Në monarki mandati trashëgohet nga babai te i biri, nga Albini te Glauku. Në monarki mandati pra mund të trashëgohet. Në demokraci mandati sigurohet. Disponimi i deputetëve të kësaj partie është që të mos mbështetet një qeveri me në krye Glauk Konjufsen, por megjithatë qëndrimin do ta diskutojnë para seancës. Abdixhiku e la të hapur mundësinë që partia e tij ta përkrahas zgjatjen e shfrytëzimit të buxhetit deri në fund të marsit 2026, si ide fillestare e propozuar nga Osmani. Në anën tjetër, lëvizja vetvendosje ende nuk e ka një datë të saktë se kur do ta thrasin seancën e radhës, sepse thonë se janë në ditët e para të përgatitjeve dhe më pas presin të shohin mundësitë për t'i siguruar 61 vota, por jo me marrëveshje politike. Ju e keni parë që ka pas refuzim të menjëhershëm, edhe ajo çfarë ka thënë zotri Konjufca dje është që çfarë ne kërkojmë sot prej gjitha partive politike pa dallim është bashkëpunim që të kalojmë situatën e cila është krijuar prej këtyre partive politike, për që s'ka pas asnjë sens që ka vazhdu si e tillë për kaq muaj të tërë. Pra nuk jemi në fazën kur do të ulemi, do të krijojmë koalicione, do të bëjmë marrëveshje politike, subjekte të caktuara, thjesht ky duhet të jetë një moment që i bën bashkë gjitha partitë politike në kuptimin e reflektimit të situatës në cilën gjendemi. Kryeziu Hysyni tha se vetvendosje nuk i friksohet zgjedhjeve të reja, kurdo që vendoset për to, edhe nëse ato nuk organizohen në periudhën kur diaspora është prezente fizikisht në Kosovë. Mandatari i dytë Glauk Konjufca do të ketë afat më së largu deri më 19 tetor, që të tentojë të formojë qeverinë dhe nëse dështon, vendi shkon në zgjedhje më së largu në javën e 3 të dhjetorit.